18 dhjetor, dita ndërkombëtare e emigrantëve. Çdo vit, më 18 dhjetor, bota ndalet për të reflektuar mbi një realitet që prek miliona njerëz: migracionin. Kjo datë, e shpallur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, është një thirrje globale për të njohur dinjitetin, të drejtat dhe kontributin e migrantëve, kudo që ndodhen. Migrimi nuk është thjesht lëvizje nga një vend në tjetrin. Është një histori shprese, sfidash dhe sakrifice. Pas çdo migranti fshihet një arsye: lufta, varfëria, persekutimi, ndryshimet klimatike, apo thjesht dëshira për një jetë më të mirë. Ata largohen nga shtëpia, por marrin me vete kulturën, kujtesën dhe identitetin e tyre. Shqipëria e njeh mirë këtë realitet. Për dekada me radhë, shqiptarët kanë qenë migrantë, duke kërkuar mundësi dhe siguri për te kufive. Por sot, Shqipëria nuk është vetëm një vend emigrimi, është edhe një vend pritës. Një vend që ka hapur dyert për njerëz në nevojë, për refugjat dhe migrantë që kërkojnë streh, siguri dhe respekt. Mikpritja është një vlerë e rrënjosur thellë në kulturën shqiptare. Ajo nuk është thjesht traditë, por një akt njerëzor, një përgjegjësi morale. Të presësh tjetrin nuk do të thotë vetëm t'i ofrosh streh, por t'i njohësh dinjitetin, t'i japësh zë dhe ta trajtosh si të barabartë. Dita ndërkombëtare e migrantëve na kujton se migracioni nuk duhet parë si kërcënim, por si pasuri njerëzore. Migrantët kontribuojnë në ekonomi, kulturë dhe shoqëri, duke ndërtuar ura mes popujve dhe vendeve. Sot, me sfidave globale dhe krizave humanitare, kjo ditë na fton të reflektojmë. Çfarë shoqërie duam të ndërtojmë? Një shoqëri përjashtuese, apo një shoqëri që zgjedh solidaritetin, bashkëtesën dhe humanizmin? 18 dhjetori nuk është thjesht një datë në kalendar. Është një mesazh, një thirrje për më shumë empati, më shumë përgjegjësi dhe më shumë njerëzi, sepse migracioni është histori njerëzore, dhe historia e migrantëve është në thelb historia jonë.